Rilindja 2.0 është programi i ri i majorancës socialiste që synon zhvillimin e bashkive. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo bëri publike 11 objektivat nga ndërhyrja në infrastrukturë, ashtu dhe në rritjen ekonomike. Program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsiderat zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka, por në njëjtën kohë për të krijuar dhe për të forcuar dhe më tej identitetin lokal që ne kemi në territor. Ndër objektivat e këtij programi është edhe ai i qyteteve të mençura. Kjo do të kërkojë në vetvete një ndërthurje të sistemeve të ndryshme që sot bashkitë kanë në përdorim, kuptohet edhe duke u ndërthurur me programin kombëtar për sa i përket Smart Cities, në qoftë se këto sisteme do të jenë bashkërisht, krijojnë një mjet të rëndësishëm për sa i përket menaxhimit të qyteteve në nivel vendor. Ministri theksoi se nëpërmjet këtij programi do të punohet për rivitalizimin e zonave industriale si ish fabrika a uzina për t'i u kthyer banorëve. Ndërkohë një përgjigje pati edhe për akuzat e opozitës se paketa e maleve po përdoret për të tjetërsuar pronat shtetërore. Paketa e maleve është një mundësi për sa i përket zhvillimit ekonomik lokal, sidomos atij rural, nuk bëhet fjalë për zonat urbane. Dy kategoritë të cilat mund të përfitojnë nëpërmjet paketës së maleve janë të përkufizuara saktësisht edhe në ligjin për këtë iniciativë që ka të bëjë me kategoritë atyre të cilët kanë përdorur një pronë për më shumë se 10 vjet, apo ata të cilët kanë një marrëdhënie me pronën historike të pronësisë edhe me paraardhësit e tyre.